Edhe që këtat kanë mendjen të bëhen absolut pushtet. E Kosova nuk e meriton për një pushtet absolut. Nuk ka diçka në Kosovë që me thonë, ha, valla nuk merret vesh. Po merret vesh. Deri sot nuk ka asgjë, ne jesë miliarder. Po këtu është edhe keqja tjetër që atë që e dëshiron populli, intelektual, punëtor, i vyshën kontribues, atë nuk të ashtin në listë zgjedhore partia heq. Ose dhe pyetja jone sotit është kjo, çka do të bëje ti nëse ke mundësinë me formu qeverinë? Pak pyetje e rëndë pak për mua që kjo elitë politike në përgjithësi po flas. Nuk e meritojnë, po nuk e meritojmë na votues që kemi votu për ta. Pse krejt bota çmohet në bazë të rezultateve. Krejt njerëzimi edhe bota qytetëruar çmohet në bazë të rezultatit edhe njohurive që jep kontributin e vet. E na edhe pse nuk jemi në atë nivel, ndoshta, po me po shohim kontributet e tyre çka po jepin këtij populli. Aq ma keq këta që janë vërbue, nuk e shohin veten. Me një fakt, as 25%, as 30% nuk dalin votime. Edhe që këtat kanë mendjen të bëhen absolut pushtet. E Kosova nuk e meriton për një pushtet absolut. Po meriton vetëm për në bazë të diturisë, ofrimit ofertës edhe rezultateve të punës tyne. Rezultatet punës shumë pak po shohen, edhe pse nuk jemi në atë nivelin e lartë me po. Shumë pak po shohim rezultate. E marrë një shembull për komunën e Prishtinës, 2 mandate, 8 vjet Shpend Ahmeti, na i la do kungja. Përparim Roma, tash i fundit, çfarë rezultatesh po jep. Qytetarët nuk peshohen, barllogun ndet shtëpisë. Nuk është mundësia, lumet në Kosovë është katastrofë. Lumet në Kosovë, degradim total i natyres. Çka po bojnë këta? Me të drejtë, çdo njeri qytetar i rëndom se të mendojnë edhe punojnë vetëm për xhepin e vet. E çka do të me bën na qytetarët për m'ia hap syt aty? Është pak ndoshta e keqe që po them. Veç e kanë tregu vetën tash kohën e fundit me u mshel derën në kuvend, me u mshel derën krejt në kuvend, mos me lënë me hy hiç këta, edhe qytetarët me marr pushtetin. Pse kur nuk din me qeveris, nuk don me qeveris, ashtu jam mshel derën veti, jo na, po jam mshel derën vetes. E kur jam shel derën vetes, po temën tani çka është interesuar. E vërtet, unë tham një thënie shpeshherë tham, nëse ti se respekton familjen tënde, vetveten tënde, s'mund më respektu mua. Normal. Mas pari duhet me qenë për vetveten, familjen tonë rrethin e gjan. Këta nuk e kanë ata. Këta kanë vetëm për vetveten. Nuk ka në Kosovë diçka që nuk merret vesh. Nuk ka diçka në Kosovë që me thonë, ha, valla nuk merret vesh. Po merret vesh. Deri sot nuk ka asgjë, ne jesë miliarder. Nuk është sy që nuk duket. Nuk është
mentalitet që nuk din me menduar çka ke bonti. Është për mjerim kjo qeverisje. Jo kjo, po shumica dhe një shembull konkret po ta thamon për veti, prej 91-shës kam dalë prej pune për raport gjuhës shqipe. Edhe pse i kom njek procedurat, rregullat gjyqësore, krejt, kur thirr kush nuk më ka për atë punë, për atë režim është e dishme, nuk kom prit kur gjë. Po sot që 26 vjet, hej 7, po bon, kur thirr kush për atë punë së më ka. Edhe pse i kom respektuar të gjitha rregullat e drejtësisë. Ku ke me shku manina? Më falni se nështë e të prova. Ke fol fjalë me ven, po tash nëse ti po të mundësia prap me votu, a do t'dire zgjedhje, apo do t'mi bojkotu krejt zgjedhje? Në zgjedhje duhet me dalë të gjithë. Të gjithë duhet me dalë, është vretje edhe imja, edhe qytetarëve të gjithë. Duhet me dalë në zgjedhje pa tjetër, po jo me ndikue me parti, po me zgjedh atë që i meriton. Po këtu është edhe keqja tjetër, që atë që e dëshiron populli, intelektual, punëtor, i vyshën kontribus, atë nuk të ashtin në listë zgjedhore partia heq. Kjo është e keqe jona. Kjo është e keqe jona. Partia nuk bëhet me vllaznillak, po me kuadrat forta. Për ata, zgjedhjet janë të limituara. Atë që e dëshiron populli dhe që e çmon populli, kur nuk e kje në listën e zgjedhjeve. Më falni se nështë pak. Faleminderit që ishe pjesë e jona, trujt zotë. Çdo të mirë. E ju të dashur me që rreni me neve sepse gjonat e mira i sëllën veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë.